Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës hapi dyert e selisë qendrore në rastin e festës së Fitr Bayramit, duke pranuar urime nga liderët shtetëror, përfaqësues të partive politike e komuniteteve fetare. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti vizituan selinë e Bashkisë Islame të Kosovës për të përcjellë urimet e tyre ndaj miftiut të Kosovës dhe besimtarëve musliman. Është nder i veçantë që nga Bashkësia Islame e Kosovës së bashku me kryemiftiun, me bashkëpunëtorët e tij dhe bashkëpunëtorët e mi, t'i urojmë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me fat Bajramin, me shpresën që lutjet e tyre gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit të jenë pranuar dhe me urimin nga thellësia e zemrës për shëndet, për begati dhe bekim të Zotit në secilën familje, në secilën shtëpi. Qeveria e Republikës Kosovës e vlerëson edhe e çmon lart rolin, kontributin dhe angazhimin e Bashkisë Islame të Kosovës me krye miftiun në Tërnava në të gjitha etapat e zhvillimit, të përparimit, të rezistencës, çlirimit e të pavarësimit të vendit tonë. Urime e gëzuar Fitr Bajrami për hajër Bajrami të gjithëve, Zoti ka boll agjëruesve dhe një mirënjohje e veçantë për aspektin social të Bashkisë Islame të Kosovës që ndihmon të varfrit, ata të cilët e kanë gjendjen e vështirë në mënyra të ndryshme. Për të uruar festën në selinë e Bashkisë Islame ishin të pranishëm edhe kryetari i komunës së Prishtinës, si dhe liderët e partive politike. Bashkë me kolegë në Bashkinë Islame të Kosovës për të uru miftiun e Republikës Kosovës dhe bashkëpunëtorët e tij me rastin e festës Fitr Bajramit dhe po ashtu përmes këtij dhe këtu nga Bashkia Islame për të uru gjithë besimtarët islam, besimtarët musliman për këtë festë të rëndësishme, gëzuar Fitr Bajramin gjithëve. Atëherë sot me bashkëpunëtorët të Lidhjes Demokratike të Kosovës, vizitova miftiun Tërnava dhe në emrin e gjithë anëtarësisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, nëpërmjet tij urova dhe popullit të Kosovës besimtarëve musliman festën e Bajramit, duke u lutur që sakrifica, agjerimi dhe gjithë kontributi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit të pranohet tek Krijuesi. Ne shpresojmë se vlerat e kësaj feste të muajit të shenjtë të Ramazanit të jenë vlera njerëzore të popullit të Kosovës gjatë gjithë kohës. E kam nderin që në emrin tim të lanqesh për emrin e Kosovës, bashkëpunëtorëve të mi, po dhe familjesh, të qëndroj sot në selinë e Bashkisë Islame të Kosovës, personalisht pra t'ju uroj miftiun tonë, Zoti Tërnava dhe gjithë bashkëpunëtorëve dhe gjithë popullit tonë, Bajramin, festë që na bashkon, festë e harmonisë, me shpreshën që në gëzim, pra t'i kalojmë jo veç festat, po edhe jetën në përgjithësi në Kosovë. Se çmojmë të gjithë veprimtarinë e Bashkisë Islame për të gjitha komunitetet, përveç komunitetit musliman, për me na bo bashk, për me kriju një harmoni, për me kriju një respekt të ndërsjell, një bashkëpunim dhe një të ardhshme të mrekullueshme për gjithë qytetarët e Prishtinës, e gjithë Kosovës, e gjithë shqiptarisë. Prandaj nga zemra ju uroj të gjithë besimtarëve musliman urime festën e Bajramit. Kam nderin dhe kënaqësinë që sot jam këtu në selinë e Bashkisë Islame për të uruar në radhë të parë kryemiftiun e Kosovës në Tërnava për festën e Bajramit, e pastaj të gjithë besimtarët musliman, sidomos ata të cilët kanë agjëruar, por gjithsesi çdo sakrificë që bëhet në emër të dashurisë për Zotin dhe çdo pamirësi që bëhet në emër të dashurisë për njeriu është për t'u vlerësuar dhe Zoti sigurisht që është problem. Pritja për urimin e Bajramit në Bashkinë Islame të Kosovës është ndruar në një traditë, ku liderët politik, shtetëror dhe liderët e tjerë shprehin urimet e tyre në rastin e festës së Fitr Bajramit.